Nëse hala se keni vendosur se çfarë doni me gatu sonte, sot do ju jap një ide që del shumë e mirë, ndoshta keni provuar edhe më përpara, por gjithsesi unë po ju la recetën time. Shpejt edhe shijshëm. Si fillim do marrim gjalpin, vajin, do i kalojmë te një tenxhere, shtojmë edhe orizin, i skuqim në temperaturë të ulët derisa orizi të marrë një ngjyrë të artë. Mandej i shtojmë lang mishit, ujë, tabletë viçi nga Kent, që dalin shumë të mira, japin pilafit një shije shumë të mirë, unë i përdori gjithmonë. E zim për 15 minuta në zjarr të ulët, pasi azi i vendosim një peshqir që me pushu. Ndërkohë, te një tigan me gjalp do skuqim fileton e pulë që e kena marinu pak më para me erza, krip edhe vaj ulliri. I skuqim derisa të marrin këtë ngjyrë, i heqim edhe te njëjti tigan shtojmë qep të prerë holl, hudër, i skuqim derisa të jenë zbutë. Shtojmë edhe kërpullat, i përzim, skuqim edhe pak krejt. Mandej shtojmë pana gatimit. Shtojmë edhe lang limonit se jep shumë shije kësaj recete, pak krip, pak piper të zi. I vendosim fileton që kena skuq tek pana dhe e vendosim në zjarr të ulët të zi për pak minuta, mandej e shoqënojmë me pilafin që kena bërë.